piskoj pak Birsida. Rendita 4 çështje. Rendita 4 çështje. Dhe në këto çështje, gjithë debati që u bë lidhet pikërisht asnjëherë me korrupsionin, po pikërisht me këto çështje. Me procedurën. Me standardin dhe me procedurën. Këtë po diskutoni ju. Diskutoni ju për korrupsionin nga ju tani? Jo. Ë? Asnjëri. Jo. Pse? Se është punë e drejtësisë. Se vërtet. Jo, është punë e drejtësisë. Tani do ndrysh. Pra, shqetësi për procedurën. Pse? Po procedurën se s'po është. Asaj s'po i Po bën lojën që po bën dhe Meta me Velian, që vetëm për procedurë po merren. As s'vet për thelbin. Sepse mirë Birsida, tani po më qitë dhe mu për Ilir Medhës, halal qo. Jo, se dash. Halal qo. Mbrojti që i ke bërë ti sot Ilir Medhës. Jo, në i bëj procedurë. Ja, i bëj procedurë. Jo, i bëj procedurë. Jo, më vjen keq. Ja, po, larkë shop. Në kasosh me gimneshën, pastaj Birsida, i ka e lash, i ka në shpi. Sepse, qoftë në Amerikë, qoftë në Gjermani, qoftë në Itali, qoftë në Greqi, sistemi drejtësisë i konsoliduar që plotëson këto kriteret që kërkon, e shvë 7-9 korrupsionin. Pra, nuk është korrupsioni që mbi vendosen mbi drejtësinë, po është drejtësia që mbi vendosen mbi korrupsionin. Prandaj gjithë vëmendja është te sistemi i drejtësisë. Prandaj me drejta ta ngren sistemin e drejtësisë dhe e kërkon sistemin e drejtësisë të zbatoj ligjin, të zbatoj standardet, po të respektoj dhe drejtat e njerëzit. Dhe i kërkojnë që gjitha këto. Po ato që generojnë korrupsionin në qeveria? Pse? Sepse sa po e thënë. Jo, patjetër. Vetëm Birsida se më duhet ta mbyll. Po mor tani çfarë mbyll po tash. Mbyll ty dhe mesazh se duhet ta mbyll. Sepse një drejtësi e cila është konsoliduar i merr shpirtin korrupsionit. Tani dy gjëra që duhet i them. Vetëm shpejt. Të lutem. U diskutua këtu që prokurori pas ka të drejtë të fut në burg. Sa ashtu e mendon. Ka të drejtë të lirë të lirë. Sa ashtu e mendon. Ka të drejtë. Sa po e the? Po se thash kështu fare. Vetëm thatë që është në dorë subjektive prokurorit. Këtë e thave. Është i pavarur. Më lejoni ta mbaroja çfarë the ti, lejë ta mbaroj unë në burg. Po thua çfarë thamë unë. Po mirë. Mirë, okay. E korrigjojmë si e the ti. Kur bëj pyetjen, po mirë. Për të njëjtën çështje, ka liri prokurori që të vendosi do qefi atje? Dhe këtu fillon debati. Të e vendos gjykata, patjetër. Prokurori është pale, vendos gjykata. Dhe vim tani te gjykata. A jemi në gjykatë e cila merr në mënyrë të barabartë përballë avokatin dhe prokurorin dhe thot prit çikse provat e avokatit të kundërshtojnë si prokuror? Si jemi? Pra nuk jemi në atë prokurori që në këtë gjykatë që kërkon kjo. Kushta që si jemi? Pse? Sepse 99.99% të pretendimeve të prokurorisë ekzekutohen, ndërsa avokati trajtohet dhe në sallë dhe gjyqit si i pandehur. Pra me i fjalë, sistemi drejtësisë, po gjykata. Po pra të dy janë rregull. Gjykata ka miratuar që nga prokuroria do thotë që kemi. Po lërmo ata se kam arsyetim kur flasun. Unë nuk flas kështu kot. Vazhdo. Unë i lexova shqetësimet e Bashkimit Evropian dhe e lidh sistemet e Bashkimit Evropian me një mekanizëm të tërë. Dakor, ndërkohë, në 4 pika që ishin këtu se dua ta mbyll mbyllën. Në 4 pikat, një pikë është jemi në se kemi hyrë në hesap Sali Doçit. Jemi në kushtet e ndryrjes politike. Dhe çfarë ndodh? 4 pikat reduktohen tek balluku. Thoni se mos zotëri. I vetmi rast ku prokuria u ballafaqua mor, një vendimarrje e prokurisë, që deri dje ishte e lirë të bënte çfarë donte qefi, u ballafaqua me një mekanizëm që e jep ligji. Pra nuk jemi në kushte shkollë të ligjit, por jemi në një procedurë ligjore. Dhe kjo procedurë ligjore interpretohet si ndryrje politike. Jo, mor zotëri, se është ndryrje politike. Dhe duhet kuptosh një gjë që ta the fiksojmë përfundimisht sepse edhe tani e the dhe e kemi thënë edhe ne vazhdojmë ta themi dhe vazhdoni përsëri ta thoni si e doni ju. Si ta themi? Ndryrja në parlament, procedura në parlament nuk është ndryrje në procedurën e hetimit zotëri. Hetimi vazhdon. Parlamentu kërkua vetëm një gjë. Masa e sigurisë arrest. Dhe masa e sigurisë arrest, ta mbaroj tani më mos. Masa e sigurisë dhe këtë korrigjohet po dush, po sa vazhdo me masa e sigurisë. Po ta them unë, pastaj thuaj ti. Ta mbaroj unë. Masa ti e the.
Jo, po Ti jo, dhe ndryri politik. Masa e sigurisë nuk afekton absolutisht procedurën e hetimit. Fare! Qëse është i person që të mëson provat. Nuk afekton. Më duhet kjo masë që ta hetoj këtë dhe ti e pengon masën, ti ke penguar Jo, stop themun. Prandaj parlamenti ka penguar. Stop. Shive logjika jote. Unë them. Atëherë dëgjoj logjikën. Prokuria thot, unë dua që Arben Meçen tani ta kem të arrestuar në Burg. Okej? Është pretendimi i saj. Çfarë bën? I drejtohet gjykatës. Dhe gjykata i thot, aprovon thot ajo. Nëse ka prova. Kupton mendësia. E aprovon. E kupton kush jeni ju. Ju jeni. Sa njerëz, nëse prokuroria ka të provuar atë që kërkon. Që psikologjinë e turmës do ta bëni. Jo zonjë, jo. Prokuria, gjykata nuk dëgjoj se kam arsyetim për këtë. Pra çfarë ndodh? Prokuria ka lënë gjykatës. Gjykata ka të drejtë legjitime o ta rrezojë o ta pranojë. Ku shikon provat? A ka mundësi? Po se po i bie shumë gjatë. Po i bie gjatë se s'po mleti. Kur e rrezon zotri? Pengon hetimin? Jo. Po parlamenti e rrezoi kërkesën, pengoi hetimin? Ja ky është arsyetimi zotri. Po, se ka dalë gjykata. Se gjykata është tagri më i lartë brenda atij. Jo, s'ka vendim gjykate për këtë. Ka vendim gjykata. Jo, s'ka vendim gjykate. Dhe do të dish që parlamenti, do me thënë prokurori kërkoi lejen parlament për të vajtë gjykatë. Mësoj tani procedurën. Po. Jo, po. Mësoj gjërat pastaj s'po i këtu. Pra parlamenti jo kompetencë. Ti parlamenti ka kompetencat të gjykatës. Gjykon provat. Parlamenti nuk gjykon provat. Fare. Parlamenti gjykon vetëm nëse hetimi është politik. Atëre përsëri e gabim këtu. Jo, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Bile dhe kur vete. Jo, një minut koli, lutem se po i ngatrojnë gjërat. Koli. Kërkoj pezullimin. O Koli. Po, dhe ja dha drejtë gjykata kushtetuese. O Koli. Sepse ka këtë drejtë. Jo gjykatën kushtetuese. Ka drejtë, po për mua ka gjykatën kushtetuese, duhet pyes Gendi Ibrahimin çfarë video ka me Ergus Agasin. Ku po të pyes ty si gazetar? Ka llogari për atë, ai patjetër. Pa ne po të pyes ti e di që videot i ke publike me mua. Ai ka me Ergus Agasin. Unë po të pyes ty. Për mua gjykata kushtetuese është hallkat më të dobta të gjyqësorit. Për mua. Unë po të pyes ty pra, po të pyes gjykatën kushtetuese. Nuk është se kam ne vlerësim. Unë ta thash çfarë mendimi kam për gjykatën kushtetuese. Edhe unë s'kam ne vlerësim, patjetër. Unë po të pyes ty. Prokuroria mund vendosë për bërjen e qeverisë? Jo. Okej, por prokuroria sepse i dashur Ergus, pse them? Po nuk vendos as për mandatin. Ajo që po them, ajo që duhet ta mbyll të bënë ndjesë. Jo, do ta them këto unë, po do ta thosh për 10 sekonda. 10 sekonda thuaj. Ta them unë. Atëherë, 1 2 3 4 se ta bëj se prokuria kur veten gjykat nuk shpje prova zoti, po shthije arsyen pse plotësohen 4 kushte, duhet marrë kjo mas sigurie. Pra jo prova. Në këtë fazë, në gjykatë. Dhe kur arsyet justifikojnë masën e sigurisë, gjykata vendos po. Në parlament, nuk vajti me prova, ishte kurth ajo që shpun prova këta. Duhet shpinte vetëm 4 arsye. Pse duhet ndryshuar masa e sigurisë? Dhe parlamenti i tha, nuk plotson as i ka kushtet e tua zoti. Kaq ka qenë parlamenti. Megjithatë për tek kësaj, se parlamenti që gjykon këtë morbut. Ore ka legjitim, o zoti ka legitimitet parlamenti. Ore ka detyrë kushtetuese këtë morbut. Mandati tani mos fol për tani. Parlamenti morbi, se ka gjykatë. Ajo sot është fuqi. Parlamenti, fakti që është fuqi parlamenti vetëm nëse është hetim politik. Jo, kush ta ka thënë? Fryma e kushtetues. Jo, s'ka frymë kushtetues. Se kjo është në debat. Ton kushte për mas sigurisë. Parlamenti është institucion hetimor, as specializuar. Parlamenti është organ politik. Çështja e opinionësh. Në momentin që kërkohet imuniteti, heqja e imunitetit një deputeti, Komisioni i Mandateve është organ gjyqësor. Gjyqësor, po kështu është, kështu e thot ligji. Kështu e thot ligji, nuk e themi asun. Është vendimarrës. Po është vendimarrës. Jo, është seancë gjyqësore, gati seancë gjyqësore është. Ti duhet të nxjerrësh prova. E seancë gjyqësore, mos do t'i po them unë. E ka gjykuar. E ka ligje seancë gjyqësore. Çfarë interpretojnë? Po të citoj ligjin, nuk po të citoj Sokolin. Megjithatë, ta mbyllim. Ktu problemi nuk debati sot me Ergus, se si ishte kjo tema. Nuk ishte kjo tema. Tema ishte se si Shqipëria duhet të jetë gati vetë
për të qenë pjesë e standardeve europiane. Që ta mbyllim fare, nuk e ka penguar SPAK-u Shqipërinë që të vënoj SPAK-u e ka penguar. SPAK-u është Ose u morën me SPAK-u gjithkohë, sikur SPAK-u. E more ti më SPAK-u. U morë, ti the procedura, shkelja Po, patjetër Ergyes, dhe po ta them jo ty, po ta them. Sot, të lutem, Meqe, ju lutem se duhet ta mbyll. Se Sali Doçe po më çon mesazhe dhe po më thotë që do filloj u reporti pas pak. Nëse ti do të futesh në Bashkimin Evropian, ka një konvent të drejtave të njeriut, të cilën ti duhet ta respektosh. Dhe neni 10 i konventës drejtave të njeriut do të thotë që ti mund të bësh çfarë do gjë, po mos harro një gjë. Ka të drejtat e individit. Tek e drejta